Për sa i përket afatit të vënies në punë të Hekurudhës Tiranë Durrës, besoj se cili nga jush dhe nga le të themi publikime të infrastrukturës, vepra aty për bërjen e shinave kryesore të veprës ka përfunduar. Ai është një projekt me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Patjetër ka patur vonesa përkatëse për shkak se projekti i Hekurudhës ishte kur është marrë kredia parë, ka qenë pa plot, pra në rastin konkret nuk ishte akoma fazën e elektrifikimit dhe nuk ishte edhe stacionet përkatëse. Dhe për të cilat fatmirësisht tashmë janë e zëruar. Ne sot kemi edhe procedurë programi për sa i përket elektrifikimit, që është faza përmbyllëse e kësaj procedure le të themi hekurudhore. Ndërkohë elementi i rëndësishëm është edhe fakti që Hekurudha shqiptare, pasi e ka maturuar projektin me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, ka vendosur, sepse shqetësimi kryesor ishte që pika fondore e Hekurudhës ishte në Kashar. Dhe tashmë Hekurudha shqiptare ka njoftuar fillimin e procedurave të prokurimit për të bërë dhe përmbylljen e 4 kilometrësh të fundit për ta sjellë Hekurudhën Tiranë Durrës në pikën e vet ku ka qenë gjithmonë te stacioni i trenit në Tiranë. Edhe kjo procedurë e cila tashmë është nisur dhe edhe është dhe publikuar dhe nga ana juaj. Në këtë kuptim unë vlerësoj që viti 2027 është tërësisht i realizueshëm dhe do stepesha për të dhënë një afat fundor, sepse duke qenë se siç u referova dhe elektrifikimi edhe përfundimi i 4 kilometrësh të fundit është në fazë programi publik dhe ju e dini që në faza programi gjërat mund të shkojnë mirë dhe gjëra mund të ecën sipas le të themi procedurës, po mund të ketë një vonesë si e tillë, por ajo që unë mund të them është që brenda vitit 2027 patjetër që do kemi le të themi me vijën e parë hekurudhore funksionale në Shqipëri.